Komuniteti Evropian në përpjekjen e përvitshme për të na bindur se gjërat po ecin mirë, ka gjetur sërish mënyrën për të çarë qytetarët shqiptar nëpërmjet lavdërimit të institucioneve që nuk funksionojnë. Në draft e raportin e fundit, ndërhyjet e drejtësisë shqiptare përmendet edhe Inspektoriati i Lartë i Drejtësisë, ILD, dhe këtu çdo shqiptar me përvojë nga gjykatat ka të drejtën legjitime të qesh me zë. ILD është një institucion që nuk ka as fytyrë publike, as zë, as veprim konkret. Në këtë vend ku çdo qytetar ka një histori personale me padrejtësinë, ku gjyqtarët veprojnë pa frikë, ku arroganca në sallat e gjyqit është bërë normë dhe ku askush nuk jep llogari për shkelje etike apo abuzime, ILD ka zgjedhur rrugën më të lehtë, rrugën e heshtjes. E vetmja arritje që mund të njihet këtij institucioni është se ka kaluar në mënyrë të përsosur testin e padukshmërisë, nuk shqetëson askënd, nuk ndëshkon askënd, nuk e bezdis sistemin, është bërë garancia e pandëshkueshmërisë në emër të etikës profesionale që kurrë nuk kontrollohet. Në fakt, ILD është kthyer në një mik të mirë për ata që abuzojnë me drejtsinë dhe një armpushim për gjyqtarët problematik që i ndihmon të harrojnë çdo kontroll apo llogaridhënie. Pyetja që lind natyrshëm është: për çfarë lavdëron Brukseli këtë institucion? A mos është ndonjë gabim në përkthim? Apo ndoshta raporti është shkruar nga ndonjë konsulent që ka takuar ndonjë zyrtar në korridorin e ILD-s, ka pirë një kafe, ka dëgjuar ca fjalë të bukura për strategji dhe ka dalë me përshtypjen se gjithçka është në rregull. Realiteti i vërtetë është krejt tjetër. ILD nuk u përgjigjet qytetarëve, edhe kur paraqesin ankesa të qarta për shkelje flagrante. ILD nuk ka bërë publik asnjë raport domethënës për performancën e gjyqtarëve apo hetime etike serioze. ILD nuk ka marrë asnjë vendim që të trazojë ujërat e ndonjë salle gjyqi. Dhe më e rëndësishmja, ILD nuk është ndjer fare në rastet skandaloze që kanë tronditur besimin e publikut tek drejtësia. Kur drejtësia sillet si një korporat private dhe qytetarët trajtohen si konsumatorë të padëshiruar, institucione si ILD duhet të jenë gardian të etikës dhe standardit profesional. Por çfarë kemi në Shqipëri? Një inspektoriat që e ka kthyer veten në dekor institucional, që ekziston vetëm për të plotësuar fletët e raportit të Brukselit dhe jo për të mbrojtur publikun nga padrejtësia. Kjo është arsyeja pse raporti i BE-s duket më shumë si një fletë propagande sesa një analizë reale, dhe kjo nuk është hera e parë. Edhe në të kaluarën, kemi parë si lavdërohen institucione që në terren janë inekzistente, të mbyllura, të përgjumura dhe të dorëzuara. Por këtë herë, lavdërimi për ILD-n është një fyerje e hapur për qytetarët që presin drejtësi, që luftojnë çdo ditë me sistemin dhe që ndihen të braktisur. ILD është si ai nxënësi që nuk shkon në shkollë, por merr notë kaluese vetëm sepse nuk prish klasën, dhe për këtë në Shqipëri mjafton të jesh i papërfillshëm që të quajni suksesshëm. Në vend të konkluzionit, një ironi që nuk mund të shmanget. Nëse ILD-ja shqiptare është shembull suksesi, atëherë ndoshta qytetarëve shqiptar nuk mbetet gjë tjetër veç se të bëjnë ankesa në Bruksel, sepse në Tiranë institucionet janë ose të verbra ose të shurdhra, por mbi të gjitha të mbrojtura mirë nga vetë sistemi që i ushqen.